Deputeti i Partisë Mundësia, Erald Kapri, ka reaguar ndaj deklaratave të mazhorancës për protestat e të rinjve, duke akuzuar Partinë Socialiste për standarde të dyfishta lidhur me qëndrimet ndaj Fredi Belerit. Kapri tha se deputeti Ardit Bido ka fyer protestën duke pretenduar se ajo udhhiqet nga njerëz të lidhur me Fredi Belerin, ndërsa sipas tij nuk ka pasur të njëjtin reagim kur përfaqësues të socialistëve janë fotografuar me Belerin në Strasburg. Deklaratat që mbahen në këtë parlament janë në kufitet pabesueshme, zoti kryetar, dhe deputeti parafolës ka fyer protestën duke thënë që rinia shqiptare po udhhiqet nga njerëz të Fredi Belerit. Dhe unë nuk e pash zotrin të reagoj kur Fredi Beleri doli në foto plot krenar me deputetët e Partisë Socialiste në Strasburg, i nxjerr me krenari madje edhe nga kryeministri dhe madje socialistët të votonin dhe amendamente të propozuara nga Beleri. Pra e shikoni se çfarë situate absurdi jemi edhe na quajnë ne këta antikombëtar. Votojnë me Fredi Belerin në Strasburg edhe akuzojnë të rinj shqiptarë se paguan apo sillen vërdall nga Fredi Beleri. Nga ana tjetër, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, replikoi ashpër me deputetin Erald Kapri. Balla tha se Kapri ka zgjedhur të bëjë karrierë në politik në mënyrë as pak të mirë. Ai shtoi se e ka gati dosjen e Agron Shehajt. Deputeti parafolës, një gënjeshtar profesionist, sapo keq informoi me dashje opinionin publik lidhur me procesin e votimit për rekomandimet e Komitetit Parlamentar të Stabilizimit dhe Asociimit të zhvilluar në Strasburg. Deklaroj me përgjegjësi që të 7 antarët e këtij komiteti, përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kanë votuar për të gjithë amendamentet e propozuara nga zoti Beleri kundër. Po ti ke marrë për modelin më të keq. Nuk ka model më të keq në politik se sa të vish këtu dhe të bësh suflerin e gonës. Ti bashkë me atë personin tjetër që nuk është këtu dhe mirë që nuk është këtu, sepse e nise karrierën politike me pagesë nga paratë e gonës, tani paguhesh me paratë e shqiptarëve si asistent i gonës, një njeri që rast unik në botë, brenda 4 vitesh, 5 fishon vlerën e një aseti, do vi gonja të njëjtën tjetër këtu, ja kanë bërë gati të gjithë dosjen gonës. Balla ka hedhur akuza vazhdimisht ndaj deputetit Agron Shehaj për shitjen e një apartamenti 151 metër katror për 15 milion euro. Kjo akuzë ka sjellë diskutime dhe debate mes palëve.